po dëni në mënyrë demokratike, e ndrojmë ligjin, mendoni se ligji për zgjedhje nuk është demokratik, e ndrojmë, shkojmë në zgjedhje. Dhe kushdo që të kishte, unë jam i bindur se sikur se të kish shku në zgjedhje që në fillim ti kish pranu kushtet, përsëri do të fitonte, ndoshta jo bindshëm. Po do të ishin më të vogla, po ti ishe kapur që në fillim. Absolut, që në fillim, absolut. Po, pra, si përfundim keni ndryshuar mendje tek ideja që folëm para 2 javësh që Rama çështje javësh do ta jap dorëheqjen, tani mendoni që duke njohur jo, do të jap, tashti do të kam mendu se e jep let. Pra duke, fakti është komosenski. Por tashti do të detyrohet. Edhe do ta ketë një disfat shumë më të madhe se sa që për ndryshe do ta kishte. Pra, disfatën po të sillë është siç ka menuar. E shikoni më nga jashtë. Disfatën. Absolut. E kam mendu më të mençur, më të lexueshëm, më të kultivuar, por i nati shqiptarit në base ja ka trunu me egoja. Pushteti, gjitha këto, po dhe të pushtetit dashtë mu të regu më i ftaft, gjak ftaft, sepse qëfar do të bësh? Ajo rinia atje është shqiptare, nuk është sërbe, si që ishmi ne në Jugoslavi ishim shqiptar dhe pushteti sërb nuk qanë të kokë. Po dhe tani blokimi Po e zëm i vrajti 2-3-3. Për çfarë do arsye, t'jenë edhe të paplanifikuar, t'jenë çështje siç plasja ajo rëmuja me deputetët. Çfarë do të bësh ti? Prandaj po them, në këto situata është më udhës, perëndimi ka kaluar për këto situata, prandaj që në fillim japin dorëheqja, apo munohen me negociata, me gjetë zgjidhje. Dalin të keqes përpara. Absolut. Prandaj unë them se njeri i mençur mësohet nga gabimet e të hujve, vetëm se budallai mësohet nga gabimet e veta. Pra, s'ki nevoj me fut gishtat në rrym, sepse të mytë, se ka mytë edhe diko për ateje. Do të mytë edhe ty. Por s'ki nevoj me bat eksperiment. Prandaj, po them edhe një herë dashtë shohim se sa kokfort është Edi Rama, sa ma gjatë që cilët kështu, rejtingu do t'i bie edhe më shumë. Ka mendu se rinia do të dorëzohet në brenda 3-4 jave, jo një muaj, jo nxehti do ta bëjt vetën. Kampionati botror. Jo, nuk shkon ashtu. Kampionati botror nuk shkon ashtu. Jo vetëm se në Kosovë, jo vetëm se në Tiranë, po askund. Nuk mundesh me rini studenteske mu shtyjnë këto gjëra. E krahasuat me Luigjin e 14, pak më lart. Rama i 4, Luigji i 14. Po unë këtë Luigjin e 14 është kompleksi Skënderbeut, sa që mendojnë se janë më të mëdhej se shteti. Me kohë marrin këtë i kemi neve në Kosovë disa komandanta, na ju kemi çliru. Ke parasysh? Edhe besojnë se janë mbi të tjerët. Ke parasysh? Edhe ky, për mos i përmend edhe disa politikan, ish miqësimi që kanë fillu edhe ata të infektohen nga ky kompleksi i Skënderbeut. Unë jam ai shpëtimtari, unë jam mesia i kombit, unë bëj çfarë të dua, se unë, si është ajo, thënia e famshme e De Gaullit, kur du me ditë se çka dën Franca hapys vetën. Edhe këta pa e ka thënë atë me cinizëm. Po, duket se do kemi prapë një përplasje distancë me vetëvendosjen, sepse sigurisht ngritur pak traun në dogan. Ka rrallë sot nga Kosova për Shqipëri për të ardhur. Shikoni, për ndryshimin që bëjnë kosovarët në Tiranë, unë nga tasht
po ja heki këtë breng Edi Ramës, mos u frigo. Për që munden dikush nga Kosova me organizu protest masive në Tiranë, apo nga Maqedonia, hiq atë mos ta ketë atë breng Rama, sepse edhe nga Tirana askush nuk mund të organizoj proteste në Prishtinë, po nëse kosovarët nuk i bashkohen. Pra e ka problemin me qytetarët e Shqipërisë. Këta tjerët janë pasojë anësore. Domthon, merre me men e bënën problem kryesor Iqbal e Hudutit. Kush e çon kokën me Iqbal e Hudutin në Kosovë? Çfarë faktori është ajo? Ke parasysh, prandaj po them që Edi Rama më mirë është të kërkoj një komision nga këtave që tashtim duket janë dalë disa individat të cilët identifikohen me organizimin dhe të bisedoj me ta të shqyrtoj ato 5 kërkesat që ja kanë ofru, të futet negociata dhe të shpallë zgjedhjet e Ramës. Zoti Tali, ju thatë që mundet që ndërkombëtarët përbalë kësaj situate, në thojza mund të heqin vizën. Pra, duke mos e pritur dhe përcjellur më siç ishte rasti Macron. Por ju do ta shihni. Do ta shihni që nëse Shqipëria është e ftuar në këto farë samitet ndërkombëtare, do të kenë kujdes them establishmenti i parë. Gjithmonë do të takohen ka diplomatët e dy. Sikur që po shkojnë në varrimin e këtij Farali Hameneit. Ke pa kush po shkon? Këtë ekipi i dytë. Hiqe kryeministrin e Pakistanit, Putini do ta dërgojë atë poltronin e vet me Medvedevin, që tash është ndohet kryetari i partisë së Putinit, atë post e ka, është ish president, ish. Vendet arabe po ashtu do t'i qojnë diplomatët e rangut të dytë. do ketë një izolim. Kush ishte senjor aty, talibanët do t'a qojnë të Afganistanit ministrin e punëve të jashtme, dhe kaq. Por më forta është ajo e samitit NATO-s. Këto ditë kemi pasur artikuj të shumtë mes tyre dhe nga Reutersi, që vendosë theksit e fakti që Shqipëria nuk i ka përmbushur detyrimet 2% për investimet për infrastrukturën, për mbrojtjen, edhe kjo mund ta rrezikojë samitin në vitin tjetër në Tiranë. Dakor, jo, Ramës nëse kjo është arsyetimi se pas kanë dikta deri tashti, kjo është arsyetimi diplomatik. Nëse se ka kuptuar Rama, ju gazetarët shpjegoja me një shqipe të thjeshtë. Je izoluar, zotni. Bota perëndimore nuk qohet kundër rinisë. Në t'ju hinë kryhja. është absurde. Për më tepër, nuk janë kërkesat absurde. Nuk ka violencë, hiqe këtë atë ditë që patë gjurje, shtyrje, intervenit të policisë. Para parlamentit ka pas incidente, po që në shesh s'ka pas asnjë incident. Po ne po them, hiqe atë incident që nuk di sepse edhe protestuesit kanë gjujt me veze. Gjuarja me vezë nuk është antidemokratike. Mund të jetë e papëlqyer. Desa gjuarja me gur, po, e lëndon policin, e lëndon këdo. Por me vezë e me qumsht e me këto janë të pranueshme si